Unë jam Rezarta Çako me profesion mjeke stomatologe dhe për shumë vite pjesëtare e elektoratit gri për shkak të zhgënjimeve nga politikat korruptive dhe të gabuara të qeverisë të kësaj magjorance në ekonomi, arsim, shëndetësi, bujqësi e tjerë. Jam e vetëpunësuar, pra përfaqësoj dhe zërin e kësaj shtrese që me punën, sakrificat dhe vështirësitë, duke u ndeshur çdo vit me burokraci dhe korrupsionin e këtij shteti, vazhdon të mbijetoj. Në shumë aktivitete që kemi pasur me lëvizjen bashk, kam parë shumë njerëz të zhgënjur të kësaj shtrese, të cilët nga lodhja dhe zhgënjimi shumë vjeçar përgjigjen shkurt. S'kemi më besim tek asnjë parti, do të abstenojmë, sepse nuk kemi lidhje me shtetin pasi jemi të vetëpunësuar. Por ka ardhur koha të mendojmë ndryshe, se pavarësisht që jemi të vetëpunësuar, të gjithë ne gjenerojmë në një shoqëri të caktuar, paguajmë taksat sipas politikave ekonomike të këtij shteti. Pra indirekt mirëqenia jonë dhe gjithë shoqërisë sonë varet drejt për drejt nga politikat dhe ligjet e këtij shteti që me sa kemi kuptuar të gjithë, ju që jeni këtu sot, por edhe më gjerë, kjo qeveri nuk ka punuar në interes të popullit, por për interesat e veta dhe të një shtrese të ashtu quajturish, investitor strategjik apo oligark, cilët marrin çdo ditë. Të gjithë e kuptojnë që Shqipëria dhe gjithë shoqëria jonë është në momente decisive dhe tepër delikate. Prandaj asnjëri nga ne s'ka luksin që të qëndrojë indiferent dhe të merret thjesht me punë të veta, por për ardhur koha për ndryshime rrënjësore dhe kjo bëhet e mundur vetëm nga njerëz të ndershëm, nga profesionistë të mirë, nga punëtorë dhe të pakorruptuar, nga këta njerëz që në radhën e televizjes bashkë. Kjo parti është nga të paktën lëvizje, ku çdo njeri i ndershëm gjen veten, sepse ka një program të mirë studiuar deri në detaje, plotësisht të realizueshme. Ku mbrojnë të drejtat e punëtorëve, pensionistëve, minatorëve, fermierëve, gjithë shtresave të shoqërisë. Dhe këtë lëvizja bashkë ka treguar me protestat e shumta që ka bërë në mbrojtje të këtyre shtresave. Programi i lëvizjes bashkë, sipas ekspertëve të pavarur, është programi më serioz nga të gjitha programet e paraqitura në dekada. Dhe sipas raportit nga Qendra Albania Tax Economic Center dhe platforma Polifact, indeksi mesatar për të realizuar ky program është 4.5 nga 5, ose të ndryshe 90% i realizueshëm. Por pa u marrë me shifra, detajet të këtij programi, duke menduar si qytetar të thjesht, ne të kuptojmë se ka ardhur koha për të ndryshuar politikat mashtruese dhe korruptive të 35 viteve që na kanë varfëruar si popull. Ne si qytetar të Tiranës e shohim çdo ditë shkatrimin dhe një herë si babzin galopante që po e shpërfytyrojnë Tiranën, duke kthyer në qytet pa identitet, pa plan urbanistik studiuar, në qytet pa infrastrukturë zhytur në kaos total. Nga viti 2018 deri në 2024 Bashkia e Tiranës ka dhënë 1.25 milion metër katror ndërtim për banesa në vit. Në vitin 2024 u shënua rekordi i ri me 1.8 milion metër katror ndërtime për kulla rezidenca dhe sot Tirana është një nga qytetet më të ndotura në Europë. Është një qytet pa parqe, pa sipërfaqe të gjelbëruar, pa trotuar, pa parkime, pa rrugë emergjence, pa këmbë lojrash, pa ujë 24 orë, pa ambiente të dedikuara shtresës së pensionistëve. Pra kemi një qytet zhytur në smog, në beton, në zhurma, me terraca pallatesh mbushura me rezervuar ujë. E gjitha këto ndikojnë në uljen e indeksit të cilësisë së jetës. Ndikojnë në shfaqjen e shumë smundjeve kancerogjene dhe të shëndetit mendor. Kjo qeverisje e gabuar ka bërë që ne sot të jemi një nga vendet më të varfra të Europës, me rrogat e pensionit më të ulta, ndër vendet me koston më të lartë të jetesës në Ballkan dhe standardet më të ulta. Jemi ndër vendet naftënxjerrëse dhe me çmimet më të larta të naftës, sepse nuk kemi industri përpunuese. Jemi ndër vendet me nivelin më të lartë të imigracionit, duke krahasuar me vendet që janë në luftë. Jemi ndër vendet me bumin më të lartë të ndërtimeve dhe me çmimet më të çmendura për metër katror, me anë të cilave bëhet pastrimi i financave të korrupsionit dhe të krimit. Dhe qeveria sot e quan arritje dhe me rritësajnë rritjen e çmimit banesave, duke kamufluar korrupsionin si rritje të vlerës së pronës, duke harruar që një çift i ri sot e ka të pamundur që të blejë një banesë apo të marrë një kredi. Jemi ndër vendet ku lindshmëria është ulur dhe vazhdon të ulet në nivele të frikshme për shkak të varfërisë, për shkak të imigracionit lart, duke të shuar në plakjen e shpejtë të popullsisë për shkak të politikave shpopulluese të kësaj qeverie.
Jemi ndër vendet me numrin më të lartë të analfabetëve, ku cilësia e mositëdhënies bie nga viti në vit për shkak të politikave të gabuara që ka çuar në reduktimin e arsimtarëve profesionistë dhe të përgatitur, duke bërë që nga bankat e shkollës të dalin analfabet funksional me dëftesë dhe jo profesionist me diplomë. Jemi ndër vendet ku drejtësia është në ditët e saj më të errta, megjithëse qeveria flet me të madhe për reformën në drejtësi. Jemi në të vërtetë drejtësia në këtë vend ka vetëm emrin si të tillë, sepse ne e dim që një qytetar i thjeshtë është i pambrojtur nga ligjet e këtij shteti dhe ende për vite të tëra ndyrë të gjykatave pa marrë të drejtën që i takon. Si ka mundësi që kjo qeveri kërkon votën, kur si mazhorancë ka 1036 zyrtar të mesëm dhe të lartë të akuzuar, të arrestuar dhe në nënhetim për korrupsion dhe krim të organizuar, abuzim me detyrën, ka 35 bashkiak dhe ish bashkiak të jetuar dhe të dënuar po me të njëjtat akuza. Por gjitha këto fenomene negative ka një përgjigje, sepse nga radhët e drejtësisë, policisë, të institucioneve shtetërore u hoqën profesionistët e vërtet, të ndershëm, të pa korruptuar, duke u zëvendësuar me patronazhist, me njerëz partijak, me njerëz servil dhe të paftë të korruptuar. Ka ardhur koha t'i themi stop varfërisë e korrupsionit, keq përdorimit të taksave tona, shkatrimit të arsimit, t'i themi stop të nderave dhe koncesioneve korruptive që shkatruan shëndetësinë. Ti themi stop emigracionit dhe shpopullimit të pandashëm, që kjo qeveri e quan si arritje të sajën, pra si një lëvizje të lirë të njerëzve që për dikur ishte e pamundur. Ka ardhur koha, ti themi stop rrogave dhe pensionet të ulta, që ju a bëjnë jetën të pamundur njerëzve, po aq më tepër shtresës pensionistëve, që sot janë shtresa më e varfër e këtij vendi, që meritojnë një jetë dinjitoze për sakrificat që kanë bërë për ndërtimin e këtij vendi, të cilës ka nevojë për lëmoshat e qeverisë sa herë janë zgjedhjet, por ka nevojë për përkraje, për pensione normale, sepse çdo ditë të jetës së tyre e kanë kthyer në mbijetesë. Ka ardhur koha t'i themi stop shumë fenomeneve negative që na kanë lodhur dhe na kanë zhgënjyer të gjithëve për shumë vite, dhe gjitha këto arrin nëpërmjet votës tonë duke përkrahur lëvizjen bashkë, që ka gjithë potencialin njerëzor, intelektual, kulturor, për t'i thënë stop qeverisjes së garbuar dhe të korruptuar. T'i themi stop sindromit të qeverisjes absolute të kësaj qeverie. Të përkrajnë këto vajza e djemë që kanë kurajnë, pavarësisht pengesave të shumta, të flasin hapur për plagët e mëdha të shoqërisë tonë, kanë guximin të vënë dorën në plagët e hapura të Shqipërisë, por mbi të gjitha kanë potencialin për të marrë përgjegjësinë, për të punuar fort, ndershmërisht dhe për të ndryshuar këto politika të gabuara dhe këtë realitet të hidhur. Sot, kjo qeveri dhe ky kryeministër bëjnë fushat duke premtuar hyrjen në Europë dhe pasaportën europiane deri në 2030 si të vetmen gënjeshtër të pa konsumuar akoma. Por unë dua t'i them nga kjo foltore, zoti kryeministër, shqiptarët nuk të pritën ty dhe qeverinë tënde që t'i futësh në Europë në 2030. Çdo familje shqiptare punoi fort dhe sakrifikoi shumë dhe sot çdo familje ka të paktën 50% të antarëve të saj apo 100% antarë të familjes së madhe të Bashkimit Evropian. Përfundimisht, t'i urojmë lëvizjes bashkë, fitore dhe shumë suksese në rrugën e mbarë që ka nisur me mbështetjen tonë duke votuar numrin 2.